Parandoj vëllezër, për shembull veç vdekjen. Allah na lecoft të gjithëve ya Rabbal Alamin. Kur vdes njeriu, s'ka ku vet në qiellin tokë që e nal këtë akt. Çish ato në njëri? Shkon. Dhe a ka ta ka dikush me nal? Ja s'ka ta ka. A mund tash ti me paramendoj, nalu dhe paramendoj. Çfarë fuqi jo kjo? Kur gjave se në nal vdekjen e njerit. S'ka be fuqi. Ja do njeri me nal nanën e vet, babën e vet, fëmijën e vet. Allah do tërgjiune. Kthaj. Do me kthi, kthaje. O si me kthi më, si me kthi. S'ki takat. Andaj të Allahu xhelle xhelaluhu, walau kuntum fi burujin mushayyada. Ju edhe me hije në për kalaja, fortifikume, me gurzi, me forcë të madhe, ju zë vdekja. E lusim Allahu që Allah të na zë me iman këtë vdekje. Kur ti e din se Allahu është i vetmi Zot që meriton adhurimin. Ai është krijuesi, ai është drejtuesi i universit, ai është mëshiruesi, ai është mëshirbërësi. Kur ti e di se na këtë Allah e kena më kthie, këtë Allahu kena më kthie. A mund të para më kështu vëllezër? Kur vdes njeriu, veç Zoti i mbetet aty. Na e varrosim, e lajmë e kthehemi në për të shtëpia. Edhe ti natën veç me Zotin e Madh xhelel xhelaki me met. A mundesh me paramendu, ti mi thon, unë nuk njoh. Unë nuk e di kush je. S'kam një kur gja për ty. Kjo është prej egërsisë dhe prej ignorancës së madhe cila kushton. Andaj ka ardhur hadith i Buhari nga pejgamberi alayhis salatu wassalam se kur melekt e pyesin munafikin në varr, kush është Zoti jot? Kush është pejgamberi jot? Kush, cila feja jote? I thot, o kum ni unë me diçka, ama s'ne kum ni mirë. Që si ka pas mend atë, se si ka interesuar jo. A vetëm mësoj e mirë, kush është Zoti jot? Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja. Kush e njeh Allahun me emrat e tij dhe me cilësitë e tij dhe me veprat e tij, ka me dashur Allahun patjetër. S'ka çfarë pa dashur. Sepse ai i cili e merr vesh kush është Allahu, çfarë emra ka, çfarë cilësi ka, çka ka bë ai, njëri e do. Njëri vëzër është natyrshëm me e dash një vlerë. Kur ti e di se kreta të mira që ekzistojnë, Allahun e ka dhënë. Këta, çka fillim e mbarim, el awwal wal akhir, fillim e mbarim. Sa duhet me dash këta? Kur ti e din se nuk kam as një grimc begatie, vetë sa Allah e ka dhënë.